Jehona e karnevalit koret në Tuzë vijon prej 31 vitesh, por në Shkodër ajo do të bëhet e njohur përmes detajeve në emisionin Arom Shkodre, ku i ftuar do të jetë kryetari i shoqatës Karnevali Koret që organizon aktivitetin, zoti Arton Gjokaj. Unë kam qenë në karnevalet që nga vitit 2002-2003 në karnevalet e fëmijëve. Nga viti 2010, intenzivisht në përplot 10 vite kam bashkë organizuar mbrëmjen e humorit dhe satirës, që kemi shkruar tekste, kemi bërë performanse 1 orë gjysmë 2 orë. Një festje zgjati për 4 ditë me radhë në net magjishme dhe me një pjesëmarrje të gjerë të grupeve artistike. Do ja lër vendin në pjesën e dytë të emisionit festimit të ditëlindjes së mikut ton me aftësi ndryshe Bledar Moslia, antarit më të njohur në bandën Dhe Dorë në mjediset e fermës ekosociale. Pa Bledin ne nuk mund të kena bandë muzikore, sepse është solisti kryesor i bandës. Bledi është një njeri tjetër shumë tashmë. Është shumë kënaqësi tash që ka Bledin se sa me kujdes i trajton shokët e shoqet e tij të bandës po edhe të tjerë. Festimi do t'i parapri një histori jetë e rrëfyer nga nëna e Bledarit, një personazh i tashmë të njohur në qytetin tonë. Detaj do të keni mundësi t'i mësoni të premten datë 27 shkurt 2026 ora 21 në emisionin Arom Shkodre të TV1 Channel.